po bojnë hajgare me kërkesat e mia zyrtare që po kërkej ta kem. Nuk po kërkej për veti. Për këta punëtor edhe për shërbim të qytetarëve po kërkej. Sepse unë e di që për ta malet është minushu 2 tenderat negocium për 2 milion euro se më na i dhonë që ato pare neve borxhin. Unë pe kuptoj, sepse ato ka diçka, ne i kemi adresu këto, edhe në prokurori, edhe në polici, shumë më ti, dhe në këto komunikimet që i kemi me komunën, ne i kemi njoftu gjitha akterët relevant, të cilët ne kemi vlerësu dhe kemi ngrit dyshimet tona që mund të ketë këtë shpërdërime eventuale. Ne mbrojmë interesin publik, nuk jemi me mbrojt, s'kam kush kundër operatorëve private dhe bizneseve private. Mirë, në këtë rast, jam për ta mbrojt interesin publik, mirëqenjen e punëtorëve të mi dhe në veçanti shërbimin ndaj qytetarëve. Që kjo është qëllimi jonë. Nuk kem kur çfarë qëllimi tjetër. Po dojmë paret tona të cilat kemi kryer shërbim edhe t'i kthejmë shërbimin ndaj qytetarëve. U bëhet tepërt, po bëjmë ping-pong, po luajmë politik. Politik po bëjnë ata, jo ne. Se s'mojna asni pas politik, asni gorë politike nuk kom qenë, as nuk do t'jem. A mund niseni sot shkoni në komunë, unë do të bëj presion të kryetarit, t'ju pres edhe të filloni procedurat, se ky ping-pong